Po mirë, si ka mundësi Jezusi apo Isai e mundi thot vdekjen, e Muhamedi thot jo, do me thënë, Jezusi thot barabart, thot Zot. Si pas Biblës, Bibla thot Jezusi vdiq. Ndërsa, po si pas Biblës, Bibla thot Perëndia nuk vdes. Jezusi Isai a.s. ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij. Isai a.s. e ka ngriti madhi Zot tek ai. Dhe Isai a.s. do të zbres në kohën e fundit. Por do të zbres në kohën e fundit në rrugën e profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Adhurues i Allahut lartësuar ashtu siç ai ka qenë vazhdimisht. I ka ftuar njerëzit me adhuru Zotin e gjithësisë një të vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim. Isai a.s. ishte rob i Zotit dhe i dërguar i tij, ashtu si shumë profet të Allahut lartësuar, të cilët i ftuan njerëzit të adhuronin vetëm Zotin e gjithësisë një të vetëm.